Mirë, pa u shkëputur totalisht nga atje, por një koment të tillë ndoshta edhe mund ta nisim kështu. Kam kënaqësinë të kemi ish deputetin në studio, Nart Ndoka, përshëndetje kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit. Uroj që të paktën në kontekstin e kësaj vizite të shuhen disa polemika mes marrëdhënieve mes dy vendeve, pastaj konteksti politik vendas të jetë gjithashtu në kuadër të diskutimeve që mund të bëhet për zhvillim politik, por një koment do doja t'ju merrja në prezencën e kryeministit Rama në bordin e paqes. Normalisht është një takim i sforcuar, takim i qartë, pra nuk është një takim logjik, ndryshe ishte me presidenten e Kosovës, ishte një protagonist që ka vëmendjen, ka mbështetjen e presidentit në mënyrë të qartë, pra presidenti Trump është hera e dytë që i kushton një vëmendje për te kufive që mund të mendohet që një vend i vogël si Kosova apo si Shqipëria kanë në optikën e presidentit Trump. Nërsa Rama, edhe me këto pamje që pam, duket mjaft keq, madje më thëmë me çesharak në rolin e një personazhi që tenton që të marrin vëmendje, pra është rrezik që ta kapin nga krahët Trumpin për ta dëgjuar ato broçkullat e tij. Kuptohet që një moment i tillë do duhej shfrytzuar kam përshtypjen nga secili lider i secilit shtet, se normalisht edhe për rëndësinë që ka vetë. Kjo është një takim protokollar, pra nuk është një takim tet-a-tet që vlen të distancohet. Trumpit për hir realitetit asnjërin prej tyre që kanë lidhur fare, shumicën e tyre nuk ka as dëshirë që t'i takojnë, por janë pjesa gjeopolitike e tij dhe dihet arsyeja, pra është një arsye diplomatike që i intereson që në atë bërë parë që këtë disa vene islamike për faktin që e tillë është situata globale dhe në këtë aspekt numri i këtyre veneve edhe pa pesh ka një rëndësi formale. Pra në këtë sens Trumpi nuk i ka mendin të problemet e këtyre apo se çfarë këto i intereson të thojnë, është përtej asaj është një përplasje shumë e madhe tashme në pjesën e leadershipit botëror, është Irani, një vatër zjarrit, është Rusia me Ukrainën, është Gaza që kërkon një vëmendje, po të paktën në konflikut është ulur në maksimum. Një lloj të shtimit për hir realitetit, se nuk mund ta shumësoj me zero që nuk ka rëndësi prezenca e Shqipërisë në atë bord, edhe formalisht, nuk është se kemi një pesh përveç disa trupave që mund t'i dërgojmë atje, që për hir realitetit edhe këto i kemi në kufit minimal, por si një gjest që jemi në atë vi. Por kur e shikon në Ramën të ka të ndisur në një rol servilit jargavic, mund them, që është ky person që njeriu manë një lloj personalitetit politik, pra edhe për veten e tij, se është një lider që është tallë me Trumpin, me presidentin Macron, me përsëletet e tij, është një lider që e ka sulmuar në fushat elektorale në zgjedhjen e tij, që ka thënë është një rrezik i madh dhe global nëse ky do zgjidhet dhe është e drejta e gjithë secilit që të ndryshojë mendim apo jo? Po diskutim që është e drejta e gjithë secilit të ndryshojnë, po jo të lepin ato që ka përshtyr, pra njëri më ndryshon në mënyrë diplomatike, me takt, në aspektin bën një kthes morale, politike. Megjithatë, pyetja ime është e tillë tani sepse të paktën nga krau opozitar ishte krijuar ajo skenari, nëse mund ta quaj unë kështu, që do të ketë ndërhyrje nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Rama do të ikin si Maduro. Ky takim e hauqi pak shpresat e një mundësie të tillë opozitës dhe kujtojmë jemi dhe pranë protestës, çfarë reagimi? Mendoj që jo, madje projektor Tirana akoma se është një lloj skanimi, që të jemi qartë, nuk është kjo një fitore. Se me Sheban shkon me takimin sot dhe mos takimit për të FBI për një çështje tjetër, mos një muaj të jep një goditje tjetër. Pra nuk funksionon kështu me Shtetet